Ja mungu ekranit tënë Zoom me paraqitje publike dhe intervista e rikthimin ka vendos me bo për një arsye shumë interesante. Bëhet fjalë për këngëtaren e mirënjohur e shumë hiteve Arta Bajrami, që përveç se ka promovu projektin e saj të fundit që ka publikuar 1 ose 2 javë më parë, ajo ka folë edhe për benefitet e kolagjenit të naturaterapisë. Prej Albinës në ambient tjetër, më sakt në Shkodër, por i kthehemi këtu në Prishtinë edhe për këtë tjetër, përveç për artën që më bu qefi që mas një kohë gjatë u takum, po ku je moj? Që sajde në për Prishtinë. Që shjetu kalu, a që shpo nis një dit me angazhime, të regon pak? Dinamike, dhe me thonë... A pja dal? Po, pja dal, mundona, jam person që nuk kom qef milion sanet për nesër, krejt këqyri mi kry qatë ditë që a i kam plan, edhe mi kry. Nuk ka të mani, nëse dënë t'i shka, kam bo për dashni, qaq besa jam lot, a vlerëson veti, nërmenat kara, sa n'ke mërzit, kur as gjos kom. Ka një herë bile më ndoj që e ngarkoj këtë gja vetën, edhe veç e shoq që më fond për një me o lodha që tash. A ke thonë a herë pelokrajt, lea se ball, u rrita e u duhet dhe mu plap me muzikë. A ke mendu në herë me thonë u buba jarë? Zdio në jam qasi njeri që hisë qatë fjallë se du. Inshallah, kur s'bjallë do me thonë. Se du qatë fjallë. Moj, po. Se du interesant, po mundet me ardha jo vetë-vetiju, edhe njeri e përqafon kur vjen diçka natyrshëm. E jo që ti me nën, por që të vjen ty vetë. Edhe më ndoj që ashtu sanet du të krejt një jetë përgjithësi, kur të vjen diçka natyrshëm e vendos. E që më do këtë largër, sepse vetë sa na ke ardhë me një projekt muzikor e zhandrit balad, më kishë marrë malli, do me thonë me të një zhandrin që më duket mu që e banë mas mirë. Po, faleminderit. Pse më harrova, po? Po, pse më harrove, sefte, unë përpunoj një kong balad. Se gjithat janë kong të mija balada, po tash ajo për publikun du të me cek me spjegu se ajo është pjesë një albumit kong dashmat që më të e bo, edhe është e vetë një balad që e kena përzirë marrë basin qatë album. Edhe për qatë është kong, është balade përpunume, sepse të mija të s'kesh kuptim i përpunu, sepse janë dëgjume janë shumë të mira si kong. Edhe kështë që... Ishte me një videoklip që më boni për shtypje, jo që shemi mësume të pa elegante me 4-5 veshje, se di që gjithmoni kushtan rëci kjo pjesë, ajo ishte diçka pak më e thjeshtë dhe më e ndjerë. Po, që ashtu sepse më mendoj që në balada du të më fokusu, s'kisha thonë shumë në veshje, po du të me pas një veshje për me dha një mesazh edhe një emocion që publiku jo me me të këqyrë, po me me të ndëgju. Ftyra tina për para munde, Ama më duke që Arbasit nuk ja prish shumë, do me thonë nëse të taj për ty është, e di që nuk ka bën asë një herë. Diskutojna kështu, po adin normal që gjithë vina më përfunde. Pa i zimi ka një herë zdani unë, për shambull, Arbasi që ri me ndonë sanët pak ma gadal, ma detalisht. Ta një silë emision kur vim apet vim, thëmë, e mire ke pos. Mirë se të bëj. Po, kështu që qaj është. Më thonë, profesionalisht a i den sanët ma mirë. A do të kemi duet radhës me të, apo a i përdojnë me qëndru në këtë pjesën e producimit këngëve? Jo, ka qef edhe aj, edhe besoj që do ta bujmë një kongë, veç tash të këshyru momentin. Faktikisht në arve që kena një kongë që tash në albumin 038, po aja ka qenë për një kongë e re, është e incizume në albumin 038. Albin tash edhe pak kismet, sot vjen Arbasin nga Gjermania ka me finalizu, e ato e kena një duet bashk, edhe më ndërko mujna me po tjera. Pas ka plane, do me thonë. Po, ka plane, albumi është që sa tu dasht më bo, po na u kanë shty disa procese edhe kështu që albumin gjithmonë merë ku. Se në albumin gjithmonë bëhen ndryshime. Jo dhe bëhen ndryshime, inqizojnë ato. Andon në herë që me e fshi, me thonë hitë speqar se... Për që ata dhe u shty, se muzika po në rënë, edhe po du tani nështë edhe na të e ndëgju, na po na mërzitet që ajo, edhe një shamë na thojmë, po hajtë se publiku se ka një halo, se nështë ta ju pëlqen.
Edhe kështu që. A bazoni gjithmonë të këto komentet ose reagimet e para që janë prej njerëzve që kanë vesh për muzikë, ose kujt ja lëshon një këngë për herë të parë, mos më thuj bashkëshortet. Jo, po, bashkëshorti një normal mas pari se ti me kanë jeton që atë në mas pari, edhe nështë ta nëj... A ja beson shijen, kështu që thëtë kjo ka për ty, ose? Po, ja besaj, po, që shjo, se edhe aje ka një shije, muj me thamë, bile që bashkëshorti ka një shije të publikut, kështu. Adem se... Kur ti pëlqen ati, krejtë në Dijet, qashtu është, edhe kështu që normal që edhe Viktoria gjithashtu, po Viktoria ta shko edhe shije tjera, se është në mosh tjetër, ndryshan, po, stili ndryshan. Cila është ndoshta ajo receta e suksesit që njerëz po dojnë si ditën e parë? Që s'ke ndru, nuk e ju mundu me kamuflu zhanre për një pëlqy njerëzve? Po, qashtu është, me thonë, në kur nuk jam dalë shumë prej artës. Me thonë, edhe pse kum këndu zhandret ndryshme të muzikës, me thonë, kum këndu popullore, këngë dashmave, muzikës folk, muzikës R&B, me thonë, krejtën i zëtra i qëto zhandra, i këndaj, në album gjithmonë bëj kombinime ndryshme. Faktikisht e kum testu vetën shumë, edhe tash e di ku jam edhe qa muj me bo, edhe une për vetin nuk e shumë i nësë, biles gjithmonë kom qef, herë marrë me një kësi zhandri, herë marrë me një zhandrë tjetër. Dhe me thonë, nuk përcaktona në veç për një stil të muzikës, une gjithmonë bidi qka ndryshe. Tash për momentin si që ceka është albumi të punu, në album ka me pos ma shumë stili arta që shka pos albumet si Exotic Deluxe, Chocolata e këto, albumet me Ren, Victory e këto, po është një album muzikë popullore për këngë dasmave. A do të shohim dasma, i bje këtë që mujna me tirë kur të martona? Po, pse jo. Po, me knatësi me qef dasma, kam qef me shku, me marrë pjesë edhe kam oferta. Normal, mu ka desh për shambull, dikon kom vendos me shku, dikon s'kom vendos me shku. Që shka për shambull një kriter ndoshta dhe shikuesit e në zonë që janë tuna shiku? Një kone, për shambull, jem konën e hapër veç për këngët e mija. Me thonë, me konë veç musafir special me këngët e artës. Mësone, i kam 6 albume edhe kështu që kisha shumë edhe plus për pas albumeve, so singlat i kam shumë edhe unë e kisha një monitosh tamën që mjaftaj ke për shambull për një pjesë ma vonë pak. Edhe qaj e u konë kresisht, po tash muj me këndu dhe kësi këngë tjera. Do me dha një haftë 4-5 orë? Po, une e kam repertoarin tem, që kjo është më rëndësi, nuk kam qef me më ndërhy në repertoar. Me thonë, me qëfar të dasmorit që e bëj marrëveshje, me thonë, ja s'pjegaj që kjo kam e që në repertoari jam, edhe une kam e kënu qëtë nuk pranaj shumë kështo këngë të ndryshme se mu edhe najnje mos me di diqka që i kanë shijet, po. Kështu që përsa ta e Qa ka naj kërkes interesant, për shumë që veç ke nis me e bo. Se na di mu kam pak edhe interesant kur të pim, ose kur jemi kështo se vdali. Po, lypin tallava për shumë diqka. E une tash e kom bo një farloj potpurie me një ritëm tallavas, po normal stilin tem e kom këndu. E peshet që po pranohet prej njerëzve. Se po pëlqet pak se për shembull qëra, une me këshyr realisht, kisha pos qef me dominu shumë muzika tallava. Do me thonë, kisha pos qef ma shumë me dominu muzika jonë popullore. E jonja, që shë kem na tonën. Edhe mos me lanë mu shua ajo muzikë, sepse është shumë muzike, na kemë këngëtartë muzikës popullore të kohës ma herët, janë fenomenale, dhe sa këngë ka. Kisha posef ma shumë e mos më dominu kjo tallavaja. Tuhi, unë i thash edhe kameramanit, thash, është që kjo arta, thash sa mirë po do këtë. Edhe në gjithmonë ajo pyetja e parë, ose kjo që... Po, si na po matje? Si na po edhe matje, po, në gjyra e zezë, po të shkoj ka shumë. Kështu që kjo po më do këtë është stile ta më një arta bajrami, po, që të kemi një jam kanën, po. Avna, të regom pak edhe në lidhe me bashkëpunimin tënd të fundit, që po të shohim shumë shpesh edhe shumë një binsat. Ka thonë dikush që nëse kishe pas produkte tuja, i kështë shqita. Qa thamë, s'po dim me cilë në vetë një. E bujna bashkë. A me njëherë shqiptari. Shqiptari, pajzë. Apo nga të regon pak ndoshtat që shka qenë në bashkëpunime dhe më sakt me folë për produktin që e di që ke fillu me përdojnë. Me kalzu drejt.
Drejt, orta gjithmonë kanë thënë drejt. Unë sinqerisht fillimisht kanë qenë do hapa për do pse, mas pari, edhe vetë i kom përësit për veti. Edhe asë më ka interesu kështu me bo reklamë si diçka, edhe unë si jam njihna si person, kur dikush më dërgon diçka, për shembull, kur e kam pa emrin tem, i kam dërgu falas. Edhe unë veç për ja kom bo një reklamë, një historien, edhe ka pos shumë sukses. Edhe kam ble njerëzit shumë, edhe kam besu se për një me, pa të në efekt shumë, edhe unë kur ka efekt, kom qef mi ju tregu njerëzit, pse ju. Edhe kështu që mandej qashtu filloj u interesun, edhe kështu që unë tash jem pjesë e natyra terapi, jam ftyrë që prezentoj produkte çka do që ka, edhe jam shumë e lumtur që jam pjesë e kësaj kompanije, sepse i ka senet bio që janë shumë me rëndësi që kjo du të mu ditën, sepse na kemi në treg lloj produkte ndryshme, po këto janë... Nuk janë as certifikuar. Jo, po qashtu e këto janë... Bojnë dëm... Këto i prodhojnë vetë, më thani kam fabrikën e vetë që i prodhojnë vetë, edhe janë senet bio, pa efekte anësore, edhe kështu që çka do që sjell në treg natyra terapi, pa hezitim publiku mundet mi marë, sepse one çka po qesin pi marë. Edhe veç i pës, çka keni tashte? Hajde të regërnu çka ka tash. Më thonë, kemi fillu në fillim prej kolagjenit, edhe me njëherë më interesoj ki për fytyrë, mora një serum, elixi, Aish Mahnet, tash jena me Dr. Slimin, me hapa. Për pjesën e kolagjenit kësha dash me shtu që në një jemi prej vitësh edhe gjithmonë jemi taku, ose dikon të make-up artistja ose të bothën. Po. Tash e 6 muaj s'kam nevojë me bothajt fare, do me thonë janë të mi. Kështu që kjo i bie që lëkur thonë edhe energji o vlla, që me bon nga 2-3 puna. Edhe në gjithashtu, do me thonë, kom pas efekte shumë prej kolagjenit dhe vazhdoj me pas, do me thonë në senalit. Si tu e ndalë, do me thonë, jetu i përdor edhe Dr. Slimin edhe kolagjenin? Po, Dr. Slimin kom fillu tash, do me thonë, marri shtaze, ndërsa kolagjenin që një kohë, edhe kështu që ju mësu tash, s'moj me najt pa kolagjen. Do këtë sikur jenë faj, ashtu mësë me konsumu. 2 herë në ditë asa? 2 herë në ditë kolagjenin. Edhe tash, çka është një lajm i mirë që po kombinohet me këtë pluhurin e Dr. Slimit, që është një pluhur që është për shpejtimin e metabolizmit edhe kontrollën e yndyrës në gjak. Më thonë, kjo është një lloj që... Të ngopë të që. Po, edhe të ngopë. Unë e përvrejt që prej 3-4 herë kështu të grimcu gjëra, vish një herë edhe... Definitivisht. Edhe kështu që është mirë se mundesh me kombinu, se kolageni pe ka qatë mirë që po mundesh me kombinu me çka do. Që në shta dikush ka pi shumë ujë edhe ta mos mundet, edhe kështu që e pjen me bashkë me pluhurin, kolagjenin, edhe e kryin si shujt parën po flas, me një 2 hapa Dr. Slimit, edhe më ndej këtu kapsulat mundesh 2 deri në 3 herë në ditë mi vazhdu, mi pi. Varen do shta dhe sa konsumon ushqim edhe qysh sa i rrivativetës. Po, janë me një qmem shumë solid që ja vlen këtu. Cila është oferta? Oferta është 35 euro, është Dr. Slimi, plus janë 2 kolagjena oferta tjetër. Me atë serumin elixi që për mana është një serum magnet, dhe s'mu se hum një kitë shansë këtë ofertë. Më nxas po e bën kështu me ftyrën pas të tapon ndarë? Po, më nxas dhe në mëromje ka një rëdhe ditën që është të më pëlqen, që është e shë vetën diçka ftyra mu kalo dhe me njëherë e marë serumin. Edhe kështu që... Hajde ti kur sem 1 euro në ditë edhe për zote, mi bodhë radë vetës. Sepse ta është vera po afran, që kjo është me rëndësi edhe na vymi jek me, sepse të unis për jetës tonë, sidomos unë po nis na prej vetës, për jetës dinamike që përshëm. Që shushqenja hajtë që ta shpërshkojnë fitness, hajtë që ta shpërshkojnë fitnessit ma i këmë shumë vise, nuk po më rri me shku. Kështu që këmë bli pesha në shpe, edhe në shpe one me një tu pelshaj, kur po kam ku, po me Dr. Slimin e moj peshën që më vynë, bile i këmë me njerën start 3 kg i këmë dhe më thonë, qysh ja këmë nisë, edhe kështu që s'ka me në dërprej. E që dikush ndoshta s'ka nevoj ma shumë hesh, 3 deri në 5, po pra, qashtu, e shohin vetën që e kanë shtu barkun. Po, kush ka nevoj vazhdan, edhe kështu që unë ja u preferoj, sepse ndihmon edhe njën vetën pak ma let, automatikisht e vrejnë këtë efekt. E ki pak unë hajna nga njerë që shna mërgjume dhe jena pa energji, kështu që edhe kolagjenin edhe... Qa është më rëndësi që unë me tregu drejt që sa është ora dhe më thonë, unë halja buks ku mangër. Dhe më thonë më nxes ku shumë konsumu. Ma, se me ndova që unë veç shumë thash që unë po jo, në më nxes ku mangër, edhe ku pi kafe që gjatë ditës, edhe me thonë që jem unë s'jam unë. Edhe që kjo është një farë mrekullie. Edhe nëse hanë, më ndi e hanë pak ashtu se që kjo është efekti që kjo, dhe më thonë, ndimon... Nuk len me hongër, që mos më shtiti toksina të panevojshme në organizm, edhe i bjen që mu dopsu healthy, shëndetshëm. Unë
ka me vazhdu, edhe njerëzit publiku jam kanë me po, ndërkohë dhe transformimin tim ka. Une edhe vetë si natyrë, une kam vetë konstruktin, vetë jam pak e madhe, edhe i kam eshtra që shtojmë pak ma. Është diku me gjonë, po. Po, edhe kështu që une edhe sa do mu dopsu, nuk më nështë shumë vrejtëm, për shkak si kam eshtrat ma gjona. Me rëndësi është bilim centimetrat. Po, çdo konstrukti njerit është i ndryshëm, po kryesorja une e vrejnë veti edhe di edhe njerëzit. More ti kur ti e lumtur tani ja u transmeton energjinë tonë. Arta na u knaqë muhabet, diçush bile thon kamermanin ndale ça dritë dhe të knaqemi. Po të vazhdojnë ana po bashkë. Ishte shumë knaqësi të edin që të Zume ki derën e hapur, na ke përkrapri fillimit edhe di që je afër neve, sidomos afër trinjeve që punojnë. Faleminderit shumë, faleminderit gjithmonë, kënaqësi t'jem në emisionin të Albina, njëna me qaf, me ardhen, sa do kur do që ki diçka, po edhe one që kam diçka risit mija, me publikun e juaj do t'jem këtë gjithmonë. Ishte shumë kënaqësi e dashur edhe të presim tash për albumin, nuk do të harroj. Po, gjithsesi. Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit.